Për ta mbyllur diskutimin me Elbasanin, ambicia jote cila është? Nuk e di, po të pyes. A është koha që Elbasani të ketë një kryebashkiake zonjë, grua? E shikon? Nuk ka qenë në ambicet e mia, Arbër, kam mësuar një jetë sot që kur mos them kur, sidomos për faktin që në një vit arrita që të kisha një mandat dhe patjetër që do të gënjeja që të thoja që unë jam sot vetë dhe vendos vetë çfarë bëhem dhe si bëhem. Është një vendim strukture, kryetari. Ky është një vendim kryesie, ky është një vendim. Po a do ishe gati ta pranoje një sfidë të tillë? Mua më pëlqen shumë parlamenti. Dhe unë e shijoj të qenurit aty, në të gjitha kuptimet që merr kjo fjalë, sepse patjetër që shumë mendojnë që shijojmë vetëm këtë pjesën e batutave, se ato janë ato që bëhen lajm. Ato që duken më shumë, po. Ato 2 orët e para të të njëjtës janë momenti kur kanë të gjithë mediat fokusin se presin ato batutat, performon Partia Demokratike shumë duke abuzuar për procedurë dhe ndërkohë bëjnë batuta me ne dhe unë e kuptoj shumë mirë që për shumë kënd ndoshta parlamenti është ai, po për mua jo në fakt. Domethënë puna e madhe që ne bëjmë komisione, puna e përditshme që ne jemi duke bërë për të shkuar në Bashkimin Evropian, cili është një projekt politik që nuk do duhet ishte vetëm i Partisë Socialiste, është një projekt politik kombëtar në sytë e mi. Dhe unë si një vajzë dhe si një ish studente e shkencave politike, për mua është mision i madh dhe nder i madh të kem timen dhe të mundet të bëj pjesën time të mozaikut në këtë proces. Kështu që mua më shijon shumë parlamenti. Patjetër që nuk do doja që të largohesha nga parlamenti në asnjë lloj mënyre, sepse më duket sikur është shtëpia ime. Jeta ime është e gjatë, karriera ime shpresoj të jetë e tillë, jam vetëm 30 vjeç sot, kështu që nëse në ndonjë moment kryesia do ta shikojë të arsyeshme që kjo lojtare është shumë më mirë brenda lokalitetit vet sesa në formacionin ton në parlament, absolutisht që nuk jam unë askush për të refuzuar. Do ta pranoj nëse do të vinte si sfidë, por nuk do ta kërkosh. Sot nuk e mendoj. Unë jam duke shijuar shumë qëndrimen atje. Partia Socialiste, si është nga brenda? Diskutimet janë që nuk ka debate, nuk ka të gjithë mbyllin gojen, vetëm ngrën dorën. Më jep një përshtypje si shikon nga brenda. Domethënë vetëm lajmet e kësaj periudhe e tregojnë hapur që kush ka diçka për të thënë e thot. Dhe as nuk i friksohet ndokujt, as nuk ka ndonjë problem se po i ulet zëri apo po mundet që t'ja frenojnë atë çfarë ka për të thënë. Çdo familje politike, ashtu si kundër çdo familje në fakt se është e njëjta strukturë, ka debatet e veta të brendshme. Ajo që mua më bët shumë pikpyetje e madhe është si ka mundësi që vetëm Partia Socialiste këto debatet e brendshme i dalin jashtë.